Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Binjakëve. Do bëjmë një mesazh për ju dhe ai mesazh është bujaria. Je bujar me kohën, energjinë dhe burimet e tua. Mund të jetë që dikush afër jush të dashur binjakë ka nevojë vërtet për prezencën e juaj, apo mund të jeni ju vetë ata. Kjo letër jufton të i jepni gjithmonë diçka në këmbim. Jo vetëm në formë materiale, që nuk flas për atë absolutisht, por përmes një fjale të ngrohtë, një veprimi të kujdesshëm, një dëgjimi të sinqert. Kur japim nga zemra, pa kushte, krijojmë një rreth energjie, që gjithmonë kthehet mbrapsht. Ndoshta jo më njëherë, por në mënyrën dhe kohën e duhur. Shpeshherë presim nga njerëzit që kemi bërë mirë, apo që jemi gjendur të na kthehet, sikur presim gjithmonë nga personat ku kemi dhënë. Por jo, gjërat nuk kthehen zakonisht nga personat aty ku kemi investuar kohën tonë, energjinë tonë, por në momentet që nuk i presim fare. Në këtë fotografi ilustrime me duar që derdhin dhe marrin nga një gotë apo nga një kupë simbolizon rrjedhjen e dhënies dhe marrjes. Kur jep me dashuri ne bëhemi pjesë e kësaj rrjedhje të shenjtë. Nuk ka varfëri në shpirtin që jep në zemër të hapur, absolutisht. Sa më shumë që ndan, nuk po flas asnjëherë për atë materiale, aq më shumë pasurohesh në thellësi. Është një ndjenjë që të bën të ndihesh vërtet mirë dhe ajo gjithmonë të kthehet në momentet kur nuk pret fare.